pranoj me bo kompromisin me Fatmir Limajn, edhe aty a i ka pos votën e Lutfi Azirit, që thanë se i bojnë 60, unë jam i 61, edhe ka pos edhe ndo një votë tjetër, nëse do të kishte dëshiruar, po më dojtë ja jap të Fatmir Limajt postën e kryeparlamentarit, por tani mund të pyetni atë përse nuk e ka bërë. Arsyetimi i tij se nuk i takon me të nuk është meritor. Pe ky fundit ai propozoi një 4-5 ministra që s'kan asnjë vot. Aty që as nuk janë kon aktivistat partisë tij, me çfarë parimi i propozoi ata. Po më domon thjesht ai nuk ka qenë interesuar me bo qeverinë, ka qenë me interesuar me shtysa më shumë. Nëse parlamenti do të ishte konstituu, për shembull në mars e tjerë, për një vjet ndoshta edhe opozita e kishin bërë numrat, se kanë pas kallaj me bërë numrat me 52 deputet, plus lista sërbe 9, 61, plus edhe një 5, 6, 7, 8 për minoriteteve jo sërbe dhe ishtë bo qeveria. Mirë po, edhe e qeveri nuk ishtë gjatë ma tepër se sot deri të zgjedhja e presidentit, ku ai me 48 deputet të tij kishte mujtë me stopu edhe me dalë në zgjedhje të tjera. Mirë po, me bo atëherë, ajo tutë që këta dhe e merë, po mendoj opozita e bojnë qeverinë për një vjetë. E tash, kur u afru kjo zgjedhje e presidentit, e den që për 2-3 muaj kërkush nuk i shkojnë kësaj variante. Përndryshe opozita ka edhe sot variantën me i mbledhën shkrimet edhe me bo qeverinë. Nëse donë, por kjo qeveri do të zgjaste deri te kur vjen puna me zgjedh presidenti dhe për aq pak kohë nuk janë të si duket nuk janë të interesuar të bëjmë, prandaj edhe do të kemi zgjedhjet të reja, të cilat zgjedhjet nuk do të prodhojnë asnjë gjë tjetër. Thjesht vetëndosi do të marrë prap do të jetë parti e parë, do të ketë ma pak deputet se so që ka tani, dhe njëtat problemet, njëtat krizë do të vazhdoj edhe me të tje, përveç faktit se nëse nuk miratohet buxheti atëherë prej një marsit të andenej krejt punëtorët publik në besin pa paga, pa edhe këtë shteti vët në kolaps. Pse ai ka zgjedhur një rrugë të tillë dhe ju atë rrugën arsyeshme që unë e kam thonë këtu në studion tonë edhe në shumë studio tjera, du të pyesni ato. Nuk e di çfarë thonë. Unë kam folur në bas një diçka që ka qenë arsyeshme, logjikshme. Bilëm pashëm, mbram, ishin 2-3 ambasadorët të Kuintit e bisedonin çështjen pse s'u formu qeveria dhe më pyetën. Unë thash që po të kisha qenë në vend të Albin Kurtit, ja kisha dhënë Fatmir Limajt kryetarin e parlamentit, dhe po të kisha qenë në vend Fatmir Limajt, kisha pranuar edhe me pazar më të vogël me bo qeverinë. Ata thanë, po e din pse kjo nuk ka ndodhur, sepse as Albin Kurti as Fatmir Limaj nuk janë patriota si ti. Edhe këndaj kanë ngul kom në ato interesat e ngushta të vetat edhe nuk ka ndodhur qeveria. Do më thonë qeveria nuk u formu veç për shkak që asnjëri s'kan patriot, sipas ambasadorëve. Pa tjetër, se shkon, nëse interesin, çka është patriot? Patriot është ai i cili interesin e Kosovës e vun në rend parë. Kur interesi i Kosovës është dëmtuar që 9 muaj, që kur nuk është formu qeveria. Po zoti Limaj ka thonë që për interes të Kosovës unë ullën tavolinë me secilën parti shqiptare që Po nuk ka pranu, ja tani për interes të Kosovës nuk ka pranu, po mendoj me bo ma pak se sa me morë kryeparlamentarin. Ka qenë drejtë e ti me kërku kryeparlamentarin, edhe thash, edhe unë me qenë në vend të Albin Kurtit, ja kisha dhonë. Por tash ai ka ngul kom vetëm për atë post. Ka qenë drejtë e ti, mirë po ja që tash edhe ai pa kryeparlamentar edhe ky
pa kryeministër edhe vendi pa qeveri dhe pa institucione, se na Kosova nuk është tash veç që parlamenti s'ka funksionu, por ne s'kemi për shumë gjëra që varen për parlamentit nuk janë. Shumë nuk është Komisioni Pavarur për Media, nuk është bordi i RTK-s, nuk janë shumë borde tjera, pastaj me po me dekni gjykat si gjykatës kushtetuesa me dhënë ndërheqje, mesim edhe pa gjykat kushtetuese, sepse jemi nga 9 anëtarë veç 7 janë funksionale, me 6 nuk funksionan gjykata kushtetuese. Domthon jemi në rrezik të kollapsit të institucioneve, pikërisht për këtë. Edhe është rrezikuar interesi kombëtar i Kosovës me këto lojra politike të cilat janë zhvilluar deri më tani. Për mendimin tim, të pa arsyeshme. Unë e kuptoj interesin e secilit edhe. Që dalim edhe tek pjesa tjetër, afërtit pse Kurti nuk po don me informu institucionet, edhe në anën tjetër e kemi pa që Partia Demokratike e Kosovës vazhdimisht ka thonë, sidomos zoti Krasniqi, që nëse nuk mundet me bë Kurti, na jem për 24 orë sigurojmë na votat edhe bojmë qeverinë. Pse PDK po tërhiqet tash? Dëgjo, po ndryshoj loja, pa dasht me i përsërit ato që i thanë dy parafalësit e me arsyet pse Kurti s'ka dasht me bë qeveri, s'ka pas vullnet politik Kurti me bë qeveri, se si kur t'ysh bë vullnet politik, kur ki vullnet politik me bë qeverin, të e gjanë në mënyrën, se me 28 deputet dhe mos me bë qeverin, kjo është abnormale, dhe me thonë, ne kanë pas qeveri me parti me kanë 25 deputet, 27 deputet dhe i kanë ba qeverit dhe kanë bë qeveri stabile, koalicionet e mdhaja kanë ecë punë, kanë kry punë të shtetit edhe nuk ka pas probleme. Kurti nuk ka dasht me bë qeveri, si që dini Kurti ka kërku 500 zemra 500 kë në zgjedhje, nuk i more ato dhe ai doli dëshpëruar nga zgjedhjet e nënshkurtit. Edhe që ndodhi pastaj bani këto ngërshjen politik në kuvend që ke gjithë shka ke qëllim. Qa do që ka ndodhë në kuvend, ka ndodhë qëllimisht, nuk ka ndodhë kur gjë rasisht, dhe jo rasisht jemi edhe sot pa institucione. Pastaj kthehemi te Partia Demokratike. Mendoj që Partia Demokratike ka qenë stabile në ato që e ka thonë, ka qenë shumë e vërtet që ka pas interes me bë qeverin, po të gjithë e dim që Lorja ka prish Lumir Abdigjiku. Tash nuk mujna me thonë që unë po du me bë qeverin me partit që vinë nga ish opozita, apo Lumiri s'po do. Në momenti që s'do Lumiri, të s'po e ka ditë prej fillimit, zoti Krasniqi, që Lumiri s'po do me bë. Jo, nuk e ka ditë prej fillimit, se fillim ka pas disa bisedime. Do me thonë fillim nuk u ditë fillim, se me pas ditë fillim, gjërat ishin kanë. Kanë menu që Lumiri do të ndryshoj mendje gjatë rrugës, apo kuptan. Lumiri dullu betonizu, as nuk po du me vendosjen, as nuk po du me këta tjertë, po du një qeveri gjithë përfshirëse. Tash, nëse ti nuk da me vetë vendosjen, pse pe dan vetë vendosjen e qeveri?